Atëherë mirë mbrëma, ne I dim peripecit që kaloi Partia Demokratike, që me lidh korruptuar nga narkoshteti dhe kryetari I narkoshtetit Edi Rama për ta azhësuar e për ta në gjë popullore. Por, angazhimi I liderit tonë Sali Berisha bëri që ne, aspiratat tona për demokratike të shëndetshme dhe për të realizuar në vazhdimsi. Sot jemi krenar për Partinë Demokratike, për gjithë u futëm në vazhdën e zhvillimeve politike jo vetëm brenda vendit, por dhe jashtë vendit. Sali Berisha dhe Partia Demokratike në Shqipëri. Fakti që tregon se ky shtet, ky narkoshtet, nga Partia Demokratike nga ana demokratët të mbledhur me rruga nga biznesi në tojza e tjerë me radhë. I personal të prezantoj kandidatët të cilët dolën nga ne. Kemi rasuar dhe përsëri një njeri me zot. Di që ka treguar edhe në fushatën që bëm për bashkinë me Maljet, ku dhe sot është vetëm një bashki që ne kemi. Përballë kemi Lubi Kumbaron, e një mirë Lubi Kumbaron. Ajo personifikon realisht shkatrimin e këtij qarku, personifikon keqpërdorimin e marrëdhënieve njerëzore, personifikon përdorimin e gjishkaje për përfitime personale apo për kapitale politike për sektin e rilindjes. Kemi Peqin, Tërmetin, ju kujtohet, e mbani mend, sintonin dhe personifikimin e ignorancës me keq qeverisjen, me keq përdorimin e vlerave materiale, është përballë Maringlenit. Shikoni Maringlenin. Njëri I nderuar, një jurist I nderuar, I shkolluar. Ja, a mund të krahasohen këta të dy figurat? Kemi padyshim Bajramin, profesor doktor, ish dekani I Fakultetit Mjekësisë. Me çin mund të krahasosh? Me ata të kampi tjetër, me Tërmetët, me atë personazh krejtësisht të panjohur të Përmetit, me kë mund të krahasosh? Me një pseudo profesor tjetër këtu që e keq përdorin dhe e nxjerrin për të mbledhur ato mbeturinat e Tërmetit në fushën elektorale, me kë mund të krahasosh? Krahasoni. Kemi Almën, një pedagog e nderuar e Universitetit Gjirokastrës, ekonomiste, një njeri dinjitoz. Me kë mund të krahasosh? Kush mund të jetë? Kush mund të ballafaqohet me atë? Nga pjesa tjetër, më thoni juve. Më thoni ju. Kemi Arbenin, një jurist I njohur, një figurë politike, shoqërore, profesionale. Krahasoni pak. Me kë mund të krahasosh? Me pjesën tjetër. Shikoni sa larg janë. Sa larg është ekipi ynë nga ata që kanë nxjerrë, ka hedhur në këtë betejë ai sekt, I cili ka katëndisur në këtë gjendje qarkun e Gjirokastrës, Lunxherin, Valaren, ju të gjithëve që jeni këtu sot. A mund të krahasohen? Nuk krahasohen ashtu si nuk krahasohet dot Partia Demokratike me ato sekt rilindas. Krahasoni pak liderin ton, Sali Berisha, me ato që del dhe I kërkon të rinjve shojnë foto apo shfaqje nudo, me ato që tallet me njerëzit, që I ofendon njerëzit, me ato që nuk thot një gjë seriozisht. Shikojeni, krahasoni programin ton me programin e tyre.
Në fakt nuk ka program të tyre, ka një program të tyre, po. Ka një program. Shkatrimi i Shqipërisë në 12 vjet. Shkatrimi i Gjirokastës, Qarkut dhe i këtu në 12 vjet. Ky është programi i tyre, ha? Nuk ka ndryshuar fare. Njëherë Tepsin, njëherë Timonin, një nudizmin. Kësa radhe ka nudizmin si simbol të tyre. Ky është programi i tyre. Krahasonin programin ton. Krahasonin programin ton. Shikoni ç'po ndodhe, shikoni ç'ndodhi në Bashkinë e Përmetit. Vjedhin edhe paratë e njerëzve të uritur. Vjedhin dhe paratë e njerëzve të uritur. Shikoni ç'ndodh. Shikoni ç'ndodh. Në Kërcyr, kudo. Me ujësjecat gjoja që kanë ndërtuar. Me ato investimet qesharake që kanë bërë dhe që kanë vjedhur 90% të parave, të tjerë janë groposur. Pra 100% të humura. Ajo që tha Berisha është shumë e rëndësishme. Do ta fillojmë duke pastruar shtëpinë tonë. Shtëpinë tonë do ta pastrojmë nga zullumqarët, nga të korruptuarit. Do ta pastrojmë duke ngritur dhe duke vendosur në vendin e nderuar njerëzit e ndershëm. Punojësit e vërtet. Edhe ata që janë administrat, që punojnë me ndërgjegje, që respektojnë ligjin, do jenë 1 milion herë më të nderuar, do jenë të nderuar, sot nuk janë të nderuar, janë të keq përdorur sot nga ky sekt. Do jenë vërtet të nderuar.